Panairi gastronomisë detare në Vlorë vizitorët tërhiqen nga produktet vendase. Për herë të parë në Vlorë zhvillohet Panairi gastronomisë detare me një gamë të gjerë produktesh vendase dhe prezantim të kulinarisë që qyteti bregdetar ofron. Qytetarja Lungomares u kthye mbrëmjen e premtes në një oazë të mrekullueshme për të gjithë të pranishmit. Ky Panair solli në vëmendje produktin detar dhe përpunimin cilësor të tij, përmes një formati të hapur degustimi dhe pjesëmarrjes operatorëve gastronomik, prodhuesve dhe aktorëve lokal. Sipas tyre, organizimi të tilla eventeve në këtë periudhë të vitit shton kuriozitetin e të huajve, duke ndihmuar eksportin e produktit vendas, por padyshim është edhe mjaft i rëndësishëm për promovimin e turizmit. Falenderojmë edhe kryetarin e bashkisë që organizon festive të tilla nga asortimente të ndryshme. Po, patjetër, do jemi pjesë në dy ditë dhe pikërisht ky ishte edhe intenti i kësaj ardhje këtu për të promovuar vajin ton, banorët po dhe turistët të provojnë dhe të shijojnë vajin ton. Në kujdesin e kryetarit të bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, ky event i solli qytetit bregdetar një vëmendje të shtuar e cila del nga kornizat e një destinacioni turistik, thjesht tërheqjes për pamjen e tij, por me synimin që ky Panair të kthehet tashmë në një traditë për qytetin e Vlorës gjatë sezonit turistik, duke zgjeruar edhe gamën e tij. Për promovoj produktet vendase që shumë e rëndësishme, ne ja kemi quajtur Panairi gastronomisë detare, por siç e shikoni nuk ka vetëm prodhime deri këtu, por ka edhe nga prodhues lokal, nga qoftë edhe prodhues vere, vaj, lokale që janë prezente gjithmonë në Vlorë. Ne duam më shumë të bashkojmë njerëzit dhe ta kthejmë në një farë tradite përvitshme këtë lloj aktiviteti, sepse ja vlen. Është edhe momenti më i bukur që ne duhet ta bëjmë këtë. Ne çfarë shikojmë nga sot, do të ishte mirë ta bëjmë pak më përpara. Pse? Sepse dhe angazhimi i gjithë atyre që merren me hoteleri, me restorante, prodhuesit janë momentin e pikut dhe pjesa e punës së tyre dhe për mos i tërhequr që andej, do të jetë mirë që ne ta bëjmë pak më afër ose në shtator. Patjetër që s'kesh bëjmë turizëm, sepse ne nuk duam ta bëjmë vetëm ton, por jemi të hapur të ftojmë edhe nga qytete të tjera, pse jo pastaj më vonë të bëhet edhe pak në ndërkombëtare. Pra të vinë nga Italia, pse jo nga shtetet fqinj, është limë të jetë e përvitshme. Ky është viti i parë, mua më duket si atmosferë shumë e mirë festive dhe shpresoj që kjo traditë të vazhdojë sa më shumë. Panairi do të qëndrojë i hapur edhe ditën e shtunë, duke parashikuar një pjesëmarrje sa më të lartë, e cila ndihet si çdo fundjavë në qytetin bregdetar të Vlorës, ndërkohë që ky Panair tashmë pritet të kthehet në një traditë të përvitshme në qytetin e Vlorës, duke qenë dhe një promotor mjaft i mirë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit.